Në kuadër të një aksioni kundër kontrabandës së cigareve, Policia Speciale e Malit të Zi bastisi kompleksin e vilave të familjes Tanaj në lagjen Stari Aerodrom në Podgoricë. Kjo familje është pronare e kompanisë Rokshped. Aksioni u zhvillua me urdhër të prokurorisë speciale në Malin e Zi. Më 9 qershor u arrestuan ish drejtori i Rokshpedit, Prokopi Perić, dhe 4 persona të tjerë përfshirë pronarin e kompanisë MP Shped Trans, Predrag Maxgal, ndërsa Ivan Turcinović u dorëzua vetë. Perić është drejtori i kompanisë Plus, e cila tregton produktet e duanit dhe është e lidhur me Rokshpedin. Hetimet kanë shënjestër bizneset e Rokshpedit, njërës prej kompanive më të fuqishme në Malë të Zi. Në krye të kompanisë Rokshped është Nuo Stanaj, ndërsa Rokshped Autoqendra drejtohet nga Sander Stanaj. Sipas burimeve jo zyrtare, ata nuk ndodhen në Malin e Zi prej kohësh. Familja Stanaj e themeloi kompaninë Rokshped në vitin 1992. Kompania drejtuar nga Rok Stanaj ishte fillimisht e përqendruar në transportin e mandrave në rrugë toksore. Gjatë sanksioneve kundër Republikës së Ateshme Federale të Jugosllavisë, kompania merrei me importin dhe shitjen e naftës dhe derivateve të saj. Pompën e parë të benzinës e hapi në vitin 2000. 8 vite më vonë, zinxhirin e pompave ja shiti kompanisë ruse Lukoil për 26.5 milion euro, me një klauzol që e lejonte Rokshpedin të vazhdonte të operonte në këtë biznes. Në vitin 1992, ndërmarrja u regjistrua edhe për aktivitetin e importit dhe eksportit të cigareve me miratimin e gjykatës ekonomike në Podgoricë. Firma është importuesja vetme e autorizuar e një numri të madh të markave të njohura të cigareve në Malin e Zi dhe distributorja e njërit prej prodhuesve më të mëdhenj ndërkombëtar, Japan Tobacco International. Ajo posedon një rrjet prej afërsisht 300 pikash për shpërndarjen e shtypit dhe cigareve. Në vitin 2009 nga kompania kroate Agrokor mori rrjetin prej 188 pikash të shtypit, ndërsa një vit më parë themeloi Tobacco Suppressin me 80 pika shitjeje me pakicë. Rokshped Autoqendra është distributor i autorizuar i markave të makinave Volkswagen, Audi, Seat dhe Cupra për Malin e Zi. Gjatë viteve 90 kompania furnizoi me makina qeverinë e Malit të Zi. Në vitin 2006 ajo bleu hotelin Galeb në Uqin, i cili më pas u rënua dhe në vend të tij duhej të ndërtojë një hotel i ri. Roko, i cili kishte 6 djem, vdiq në nëntor të vitit 2016. Bizneset jo dhe ishnin kryesisht djemtë e tij, Antoni dhe Noa, vëllezërit e tjerë Lubo, Vaso, Sandri dhe Simoni, gjithashtu punuan në kompani familjare, duke mbajtur pozita të ndryshme. Antoni, i cili në shtator të vitit 2007 nis në Qiproja përmes Beogradit drejt Podgoricës, u arrestuan në aeroportin e Beogradit gjatë një operacioni policor të quajtur Memphis. Ai u akuzua për organizimin e një rrjeti ndërkombëtar për kontrabandën e cigareve, duke përdorur kompaninë familjare si mbulesë. Përveç tregtisë me cigare legale, sipas prokurorisë, ai merrej edhe me cigare të falsifikuara, të cilat i importonte në Malë të Zi përmes kompanive të regjistruara në Qipro dhe në Delaware të SBA-s. Cigaret ruheshin në portin e Tivarit, zyrtarisht raportohej se shiteshin në dyqane pa taksa në Malë të Zi, por në realitet kontrabandoheshin në Serbi dhe përjandej shpërndaheshin në vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Antoni dhe 26 persona të tjerë u akuzuan se midis viteve 2004 dhe 2007 i kishin shkaktuar buxhetit të Serbisë një dëm prej 65 milion eurosh përmes kontrabandës së cigareve. Në vitin 2011 Antoni u dënua me 6 vjet e gjysmëburg dhe një gjob prej 100.000 eurosh si drejtues i grupit kriminal. Antarët e tjerë të grupit u dënuan me masa të ndryshme, nga dënimet në kurth deri në 5 vite burg. Gjykata pastaj e liroi me kusht pasi pranoi një garanci prej 400.000 eurosh që ai të mbrojë në liri. Por në mars të vitit 2013 ai u vra në Sudan, ku thuhet se kishte një kompani për prodhimin e duanit. Familja e tij njoftoi se ai kishte qëndruar dhe punuar atje për një periudhë të shkurtër. Sipas punonjësve, ai u vra nga bashkëpunëtori i tij në biznes, Mu Josefa nga Kosova. Anton Stanaj është përmendur edhe si një nga pjesëmarrësit në konsorciumin që privatizoi fabrikën e kombajnave Zmaj në Zemun, e cila pas privatizimit dështoi. Ai po ashtu është përmendur si pronar i kantinës së verës Erdevik në Vojvodin. Përveç këtyre, qendra për gazetari ulëmtuese e Serbisë raportoi se Rokshped ka bler aksione edhe në disa ndërmarrje në Serbi. Në mesin e tyre, Agro Vojvodina, Agrokub, Stanisic, Banat Seme, Mlimpek, Sheqer Plus, Mea dhe Panomliv. Hetimi financiar i veprimtarisë së Stanajt në Serbi nuk është iniciuar asnjëherë. Në vitin 2013, CINS dhe Rrjeti Rajonal për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit
raportuan se kanë siguruar një raport të Agjencisë Shtetërore për Hetim dhe Mbrojtje të Bosnjës dhe Hercegovinës, në të cilin thuaj se familja Stanaj kishte bashkëpunuar me Naser Kelmendin dhe Ekrem Lukën nga Kosova. Naser Kelmendi u dënua në maj të vitit 2023 nga gjykata në Prishtinë me 4 vjet e 8 muaj burg për trafikim droge. Sipas të njëjtit burim vëllai Antonit, Nuo Stanaj, u akuzuar në vitin 2011 në Serbi për keqpërdorime gjatë privatizimit të kompanisë Beogradase, Industria e Kushinetave Sferike. Sipas të akuzës, kompania pësoi një dëm prej 9.2 milion eurosh. Nuo figuron si themelues dhe drejtori i kompanisë Rock Shped me 50.02% të aksioneve, ndërsa Lubo Zodron 33.3% dhe Vaso 16.6%. Pavarësisht se Anton Stanaj ishte arrestuar dhe gjykuar për kontrabandë cigaresh, kompania Rock Shped vazhdoi të papengesë aktivitetet e saj në malin e zi me shpërndarjen e shtëpit, cigareve dhe makinave. Sipas dokumenteve të siguruara, nga viti 2008 deri më 2011 Rock Shped fitoi kontrata me tender publik me vlerë totale prej 3.8 milion eurosh. Sandri është pronari vetëm i kompanisë Rock Shped Autoqendra. Në janar të vitit 2021, Prokuroria Speciale e Malit të Zi nisi hetime kundër tij dhe i bllokoi përkohësisht mbi 2 milion euro. Ai u mor në pyetje pasi njësia financiare e inteligjencës së policisë si dorëzoi prokurorisë të dhëna që tregonin se ai kishte futur mbi 2 milion euro në mënyrë të lishme në sistemin financiar. Sandri tha se këto para ja kishte dhënë babait i tij para më shumë se 10 vitesh dhe se tani ruante në bank. Gjatë hetimeve u intervistuan 11 anëtar të familjes Stanaj. Prokuroria filloi hetimet ndaj Sandrit dhe për dyshimet për shmangje taksash dhe pastrim parash. Ky hetim nuk ka përfunduar ende, ndërsa Sandër Stanaj ka edhe një firmë në Shqipëri.